Shqipëria e lirë? Jo, Shqipëria e kapur nga korrupsioni dhe politika partijake. 28-29 nëntori është koha kur përkujtojmë ata që dhanë jetën për liri. Nga heronjt historik si ata që luftuan me penë me pushk, te sakrificat që formësuan shtetin shqiptar. Por, kur ne, pasardhësit e lirë, shohim Shqipërinë sot, çfarë po festojmë me të vërtet? Një tokë që natyrshëm ka lindur nga lufta për liri, por që tani ka rënë pre e korrupsionit sistematik, kapjes së shtetit dhe mungesës së llogaridhënies nga politikanët. Në vend që të punojmë për ta shpëtuar atë nga duart e bandave partijake, ne shpesh heshtim, akomodojmë dhe vazhdojmë me mentalitetin e është kështu që të bëjmë. Ndërkohë politikanët, qeverit, opozitat, vazhdojnë të jetojnë si në një teatr ku fjalët përgjegjësi, integritet, vlerë publike janë dekor, jo realitet. Sa ka një shekull liri dhe çfarë është arritur dhe humbur. Një arritje reale por të pamjaftueshme. Që nga rënja e komunizmit, Shqipëria ka bërë hapa. Është krijuar shtet demokratik dhe janë hartuar legjislacione që bien në përputhje me standardet ndërkombëtare kundër korrupsionit. Shpresë kishte nga reforma, por institucionet mbeten të dobta, demokratizimi ka qenë i brisht dhe kultura e kapjes së shtetit ka lulizuar. Megjithatë, ka përmirësime. Sipas indeksit më të fundit të perceptimit të korrupsionit nga organizata ndërkombëtare, Shqipëria ka bërë një lëvizje në renditje. Por skema e korrupsionit mbetet themeli i sistemit. Sa i përket jetës së përditshme, jetëgjatësia është rritur ndjeshëm dhe sot afër 80 vjet. Kjo tregon se, pavarësisht keqmenaxhimit, popullsia ka pasur përmirësime në mirëqenien themelore. 2. Problemi që ka mbushur gropën midis aspiratës dhe realitetit. Korrupsioni mbetet mushkëri tërheqëse, sistemi publik, prokurime, tendera, koncesione shpesh përdoret si mjet pasurimi politik dhe klientelizi partijak. Institucione të kapura. Kapja e shtetit nga klane politike dhe biznesi është përmendur nga raportet ndërkombëtare si një pengesë e madhe për zhvillimin real. Shteti formal ka ligje antikorrupsion. Shqipëria ka ratifikuar konventa ndërkombëtare, por zbatimi i tyre është mangët. Shumë qytetarë janë të lodhur ose të dorëzuar. Sipas studimeve, një pjesë e madhe e shqiptarëve e percepton korrupsionin si një fenomen të zakonshëm, madje treg për të shitur kur je në hall. Ekonomia e zezë dhe krimi. Krimi organizuar, pasurimi dyshimt, investime që shpesh përdoren për larje parash, janë plagë që rëndojnë mbi ekonominë dhe besimin. Ç'mendojmë ne si popull? Dhe pse edhe ne jemi fajtoret në mënyrë tonë patriotizmi është bërë një fjalë e lehtë. Shumë prej nesh thonë jam patriot, po pak prej nesh veprojnë me atë shpirt. Kur votojmë, kur kërkojmë llogari, kur refuzojmë të bëjmë pazare me politikanët. Many prefer klientelizmin. Në disa raste, qytetarët zgjedhin përfitimet e vogla momentale, post, tender, favor, sesa një sistem transparent, ku drejtësia dhe shanset janë të barabarta. Emigrimi i rinis është një tjetër përgjegjësi e heshtur. Shumë nga të talentuarit largohen, duke lënë pas tokë që mund të rritet, por duke mos e rigjeneruar me energji dhe vullnet. Shpesh, zëri protestues nuk është i organizuar mjaftueshëm. Manifestimet janë sporadike, artikujt kritik nuk arrin çdo dorë, dhe mundësia për mobilizim qytetar mbetet e pashfrytëzuar. Kur duhet sakrificë, jemi gati të bëjmë një post në rrjete, jo një nismë të vërtet. Patriotizmi nuk konsumohet me like në Facebook, bazohet në veprim, jo deklarat. Çfarë duhet të kërkojmë dhe veprojmë në kjo 28-29 nëntor? Mos harrojmë histori, por mos jemi viktima të saj. Le të nderojmë dëshmorët dhe herot. Por nuk mjafton të mbajmë portrete. Duhet të ndërtojmë një kohë ku vlerat e tyre janë aktive, jo simbolike. Kërkoni llogari, se ashtu ka rend. Si qytetar, si shoqëri civile, si media, të bëjmë presion që politikanët e korruptuar të përgjigjen, jo vetëm për media, por para drejtësisë reale. Mbështesni institucionet e pavarura. Duhet të forcojmë organet që janë krijuar për drejtësi dhe transparencë, dhe tua kërkojmë të bëjnë punë, jo teatr. Organizohemi, mos lëviz vetëm. Protesta nuk vlen pa strukturë, pa ideal, pa kërkesa konkrete. Duhet një lëvizje që të jetë më shumë se sa zemërim momental. Një lëvizje që kërkon reforma, jo vetëm denoncime. Edukoni brezin e ri. Patriotizmi i vërtet ai që nuk blenet me para, ai që nuk përdoret për fushata, fillon në shkolla, në familje, me rinin që di të thot jo kur është e nevojshme. Në ëndrrën e lirisë. Një Shqipëri nuk mjafton vetëm të jetë e lirë, ajo duhet të jetë e drejtë. Në këto 28-29 nëntor, kur flamuri valon dhe himnet luajnë, të reflektojmë pak. Jo vetëm çfarë na dha liria, por çfarë po bëjmë me të. A e përdorim lirinë për të krijuar një Shqipëri më të mirë? Apo e lejojmë që të zhytemi prap në korrupsion, nepotizëm dhe politikë destruktive? Në fund, liria nuk është një targ në muze. Është një punë e vazhdueshme. Dhe ne si qytetar,
Nuk mund të qëndrojmë shikues pasiv në këtë teatër ku politikanët luajnë me fatet tona. E di ti, shqiptar, se çfarë duhet të bëjmë. Tani është koha.